duhet cekur se prej momentit martesës apo bashkëjetesës apo llogaritet si pasuri e përbashkët të dy bashkëshortëve. Pa marrë parasysh a janë të martuar apo jo ligjërisht, domethënë prej momentit pra kanë apo s'kan kondorizim, momentin që prej momentit bashkëjetesës, domethënë aja pasuri është e përbashkët të dy bashkëshortëve, domethënë dhe kanë të pjesë të barabarta në atë pasuri. Dhe në momentin e vdekjes njërit bashkëshort, domethënë 50% që ka qenë, domethënë i gruas apo i burrit nuk preket, ndërsa preket apo trashëgohet pjesa e 50% tjetër që ndahet mes gruas dhe fëmijëve nëse ka lënë trashëgimlancje. Besoj përvoja ju i ka bërë vetën që keni hasë kësi probleme që hezitojmë ja hisën apo të drejtën gruas. A ka probleme të tilla dhe si menaxhoni në këtë rast? Kuptohet në atë aspekt juridik ligjërisht, pra e dim që janë të shkruara gjëra që nuk lëvizin, por si i menaxhoni këtë situata? Realisht në Kosovë problemet më të mëdha janë problemet pronësore të cilat nuk kanë kaluar ndoshta me gjenerata. Ende kemi domethënë pjesë të pronave që janë mbet në emrin e gjyshëves të gjyshëve migjallarëve të tjerë. Spari kjo është problem para se me ardhë të problemit të bashkëshort apo ndarja pasurisë të bashkëshortëve. Domethënë ligjërisht të dyve ju takon ajo pasuri e ndërtuar, por është prej momentit të bashkëjetesës apo martesës, por jo edhe më herët. Në momentin që para martesës apo para bashkëjetesës ndonjëri nga bashkëshortet ka pasur pasuri të trashëguar apo të fituar para aktit të martesës apo bashkëjetesës, ajo pasuri llogaritet si e veçantë. Te gruaja llogaritet si e veçantë nëse ajo ka marrur nga babai vet, apo nga nëna vet, apo nga familja, ajo pasuri llogaritet e veçantë e gruas, ndërsa edhe burri deri në momentin e martesës llogaritet si pasuri e veçantë gjithçka që ka ndërtuar apo ka trashëguar deri në ato momente. Prej momentit të bashkëjetesës dhe martesës llogaritet si pasuri e përbashkët. Pra, deshëm apo s'deshëm, na pëlqeu apo s'na pëlqeu, konsiderohet të përbashkët. Është të përbashkët sepse ligji e njeh.